Debati ashpër mes Robert Berishës dhe Afërdita Paqaradës në emision. Veç që femër se me qenë mashkull ndryshe do kishim folur unë e ti. Një debat i ashpër është zhvilluar të enjte mbrëma në emisionin televiziv Krejt në debat mes këngëtarit të njohur Robert Berisha dhe ish misit Afërdita Paqarada, i cili ka ngjallur shumë reagime në rrjetet sociale dhe opinionin publik. Tema e diskutimit, e cila nisi rreth menaxhimit të jetës personale dhe imazhit publik, shpejt mori një kah tjetër kur tensionet mes dy të ftuarve u rritën ndjeshëm. Afërdita Paqarada u shpreh me tone këshillimi ndaj Robertit, duke i thënë: "Në çdo punë, në çdo projekt duhet të menaxhosh, edhe jetën tënde duhet të menaxhosh, Robert. Mos e merr për keq, kjo është si një këshill normale. Ti duhet të kesh pak konsiderat. Pikërisht kjo është arsyeja që ty ta nxjerrin vetëm anën negative, për sjelljen tënde ofenduese dhe fyese. Normal që edhe mediat sillen në tjetër mënyrë." Por këto fjalë duket se nuk u pritën mirë nga këngëtari, i cili reagoi ashpër duke deklaruar: "O zbon me ju lon juve me fol se ju flisni për mendësh. S'po du me të ofendu, por moj u bëj e mençur këtu se je femër, se me qenë mashkull ndryshe do kishim folur unë e ti." Kjo deklaratë e Berishës u pa nga shumë si seksiste dhe ofenduese, duke nxitur një reagim të menjëhershëm nga Paqarada, e cila u përgjigj: "Me qenë mashkull, hajde shohim se unë ushtroj kick box se dalim unë e ti si mashkull e femë. Çka është kjo sjellje? Dëgjom, nëse kemi këtë nivel të bisedës, nuk mendoj që mua më takon të flas." Përplasja u ndërpre më pas nga moderatori i emisionit, i cili tentoi të qetësonte situatën dhe të rikthente debatin në një rrjedhë më të moderuar. Reagimet në rrjetet sociale ishin të shumta, me ndjekës që ndan mendime të ndryshme. Disa u shprehen në mbështetje të Afërditës për qëndrimin e saj të qetë dhe të argumentuar, ndërsa të tjerë kritikuan qëndrimin e Robertit si të papërshtatshëm dhe nxitës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.